Por do kisha shumë dëshirë të bëja 3 dëshira të mia, që janë 3 propozime të mia për shtetin shqiptar. E para, do doja që data 17 janar të shpallet ditësie e përjetshme. Në kuptimin që flamujt në Shqipëri të ulën gjysmështise në datën 17 janar. Për të rikujtuar ky heroj madh, si më thënë. Meqense vetë e kemi caktuar të jetë heroi jon kombëtar. E dyta, do dëshiroja shumë që shteti shqiptar të punonte me Vatikanin, me shtetin e Vatikanit që Skënderbeun ta bënin të shenjtë. Do ne të kishim shënjërgjit tonë. E kupton? Edhe e meriton, po duhen njerëz që ta justifikojnë se pse duhet bërë, sepse ata pretendojnë që ai duhet të bëjë një mrekulli etj. Ashtu siç thanë për Nën Terezin që bën shenjë Nën Terezin, po unë mendoj që Skënderbeu nga një lloj pikpamje ka bërë më shumë se Nën Tereza, të paktën për ne. Së treti, duhet bëjë një punë të palodhur, të pandalshme që armët e Skënderbeut që janë në Vjenë të vinë në Shqipëri. Atje në Vjenë është një muze armësh, ka me qindra armë të ushtarëve, të udhëheqësve etj. Dhe kjo e Skënderbeut tonë është një pikë në ato oqean. Mua më duket më e bukur, është pika më e bukur e ujit në ato oqean. Por po të vi këtu në Shqipëri, unë do kisha shumë dëshirë pastaj të ndërtoj një kapel për të.